Barnat të cilat përdoren pa recetë të mjekut më të shpeshta janë ibuprofeni, paracetamoli, ketoprofeni. Ne duhet të informojmë që këto të mos tejkalohet doza e tepërt. Konsult me mjekun, por edhe një analizë do të ishte mirë se cila vitaminë në trup tëndën mungon. Dhe ajo duhet të mirret dhe të kërkohet me udhëzim të profesionistit shëndetësor. Fletëllëzimi nuk duhet të shihet si armik, po si një mik i pacientit. Duhet të kemi parasysh edhe termat, të cilat nuk janë të qarta, atëherë duhet të pyetet farmacisti. Barnat pa recetë apo barnat OTC, të cilat shiten pa recetë nga barnatore të ndryshme, nuk do të thotë që janë pa rrezik. Ato duhet të merren me konsult nga ana e profesionistit shëndetësor, konkretisht nga ana e farmacistit, sepse përdorimi i gjatë i tyre edhe mund të shkaktojë efekte anësore, duke ulur veprimin e barit tjetër nëse është duke e konsumuar ai pacient, ose edhe duke sjellur edhe ankesa të tjera gjatë përdorimit të gjatë të tyre. Për shembull, barnat të cilat përdoren pa recetë të mjekut më të shpeshta janë ibuprofeni, paracetamoli, ketoprofeni, e shumë barna të tjera të cilat përdoren për ftofje dhe për gjendje gripoze, dhe këtu ne duhet të informojmë që këto të mos tejkalohet doza e tepërt, pavarësisht të gjitha moshat, dhe duhet të merren në mënyrë të kujdesshme që të mos tejkalohet në varësi të tyre. Për shembull, përdorimi i gjatë ka kërkesë që çdo pacient vjen rregullisht atë ky bar ose ky pluhur për ka efekt një ibuprofen ose një oki ose një solidamol për një periudhë të gjatë kohore, po më i hek gjitha dhimbt dhe po përdori çdo ditë. Ndërsa një konsult me farmacistin duke pyetur rreth simptomave, se çka ke, pse po përdor çdo ditë ose pse po zëvendëson këtë bari me ndonjë bar tjetër të cili do të ndikon të më mirë, atëherë kuptojmë që ai përgjigjja e tij është më saktë apo më largon dhimbt dhe po përdori rregullisht, që nuk është gjë normale, duhet shtuar një analizë për çka po vijnë ato dhimbt, për shembull, dhe pse po përdor për një periudhë më të gjatë. Këto barna kanë rrezik nëse tejkalohet doza ose përdoren për një kohë më të gjatë, sepse shkaktojnë varësi dhe nuk duhet të mirren çdo ditë. Nuk duhet të keq përdoren faktikisht dhe duhet të zëvendësohen me vitamina, me suplemente ose që kanë barna një grup të caktuar që i përmirësojnë shëndetin e atij pacienti. Sot kemi më shumë se kurrë informacion tepër të bollshëm nëpër rrjetet sociale, po edhe kërkesa nga ana e pacientëve nëpër barnatore për suplemente, ilaçe natyrale, vitamina. Sidomos pas pandemisë, njerëzit kanë pasur një një interesim të bollshëm për suplemente dhe mundohen që t'i marrin edhe përmes fotove të ndryshme, reklameve të ndryshme, influencerëve të ndryshëm të cilët i bëjnë marketing, gjë që nuk është shumë normale, pasi që një marketing i bollshëm që vjen nëpër rrjetet sociale nuk do të thotë që i bëjnë mirë të gjithë njerëzve. Nëse unë e përdori nuk do të thotë që edhe ty do të bëj mirë. Kështu që kjo nuk zavendësohet me një konsult mjekësore nga ana e profesionistit shëndetësor. Konsult me mjekun, por edhe një analizë do të ishte mirë se cila vitaminë në trup tëndën mungon, dhe ajo duhet të mirret dhe të kërkohet me udhëzim të profesionistit shëndetësor. Gjithmonë mund të ketë një sasi të tepërt të vitaminave që sjell edhe pasojë të tjera negative, për shembull, aktuale është marrja e vitaminës D pa matje. Ajo shkakton një hipervitaminë, domethënë që mund të shkaktojë në rritje të kalciumit në gjak, mund të dëmtojë veshkat edhe pasojat të tjera. Duhet të matet gjithmonë ajo doza ditore që të mos kalohet për shembull 4100 në ditë për një person të rritur. Gjithashtu dhe moshat e vogla duhet të kenë parasysh të vegjëlit të merren dozat e rekomanduara gjithmonë me këshilla mjekësore. Kohëve të fundit ka shumë, sepse influencerët apo do të thotë informacioni nëpërmjet rrjeteve sociale ka bërë një bujë apo ka ngjallur një lojë me ndjenjat e njerëzve, duke shfaqur një frikë se si të dukemi bukur, si të humbim peshë, si të rrisim flokët, si të mbajmë thënjet. Këto janë vetëm domethënë mesazhe fitimi nga ana e tyre, sepse ata nuk janë njerëzit adekuat të cilët duhet të informojnë popullin për përdorimin qoftë edhe të ilaçeve natyrale apo edhe të suplementeve. Kështu që një këshill nga ana ime do të ishte që konsultoni me profesionistin shëndetësor, gjithsesi me farmacistin nëpër barnatore para blerjes së një ilaçi adekuat. Fletëllëzimi nuk duhet të shihet si armik, po si një mik
i pacientit. Është një fletë e gjatë kur e merr para durve, mirë po duhet të mirret parasysh se i ka disa pjesë hyrëse të cilat zgjojnë një interes te pacienti. Do të thotë një fletë udhëzues i barit përmban emrin gjenerik të barit, emrin e fabrikuar, të informon rreth dozës, rreth përmbajtjes, kush duhet ta përdor, në çfarë doze, për çfarë lloj sëmundjes përdoret e kështu me radhë. Duhet të kemi parasysh edhe termat, të cilat nuk janë të qarta, atëherë duhet të pyetet farmacisti. Për shembull, termi kundër indikacionet shpesh keq interpretohet ose keq mirret nga pacienti, prandaj këtu duhet të kemi parasysh që mos ndalet ai barit, mos përdoret se krijon një lloj panike, wow, çfarë po shkruan, edhe duhet pyetet pse shkruan kështu, pse vepron ose shkakton nauze, vjellje, marramendje, ushtim të veshëve, kështu me radhë, duhet të pyetet a është e vërtetë çka po shkruan nëse ai pacient nuk e ka të qartë. Do të thotë është mosha, pjesa më e rëndësishme e udhëzuesit të barit është mosha, të i referohemi përdorimit të mbas të vegjëlit, të rriturit dhe të moshuarit, për çfarë lloj sëmundje përdoret ai bari dhe tek dozimi. Këto janë 3 pjesët që duhet i kushtojmë rëndësi. Secili bar është në mënyrën e vet, i ka ato kundër indikacionet, i ka listat, efektet anësore, mirë po gjithmonë duhet të mirren ato për çfarë sëmundje përdoret, edhe secili bar i ka edhe efektet anësore të cilat duhet t'ia shpjegoj profesionisti.